Mirë dita, në qofë se shikoni, kemi ngrënë, kemi marrë dy kafe me qumësht dhe dy korneta që ishin të shpifur fare. 9.300 lekë që sot janë 11 euro, 12 euro. Pra kjo është kolacioni apo mëngjesi, se ne kemi kolacion aty në Itali. Kemi ngrënë Tiranë këtu, kemi bërë në Tiranë. Dhe jemi në një pikë Monsheri që është në distancën nga qendra e Tiranës në tepër se sa 10 kilometra për te Kamzës. Çfarë desha të them, nuk du të zgjas se bëj video gjatë se për një lokal. Por me këtë që po shoh në Tiranë këto ditë, ajo që duhet është i tendencë që ta duan që Tiranën, Durrësin apo Vlorën ta zbrazin komplet nga pjesa e varfër shqiptare, po pjesa e varfër shqiptare 70% e njerëzve. Pra duan t'i dëbojnë, 70% e njerëzve duhet t'i largojnë. Nga Tirana duhet bërë ndërtime, që ose shifni ndërtime të reja, gradacella të reja, pra duhet bërë gjëra luksi, që të realizojnë atë që këta e quajnë turizm elitar, që unë e them që është një turizm kolonial, vërtet, është një metodë nëpërmjet ardhjes tuajve, nëpërmjet turistëve elitar gjoja, që të largojnë njerëzit, pra është një lloj gjenocidi që bëhet mbi shqiptarët, që të largohen që të gjithë, njëre vetëm kamarierë dhe ca kuzhinierë këtu në Shqipëri, me fillet të shkatërrohet çdo gjë tjetër. Pra këtu po shohet një minutë vetëm. Edhe çfarë mendoj unë si zgjidhet kjo? Këtu duhet këto qeleshëxhinjt, protesta duhet t'i zvendësojë një popull i vërtet dhe jo qeleshëxhinjt paguar me para prej atyre që kanë këtë projekt. Pra kërkojnë të rrëzojnë Edi Ramën, sepse Edi Rama nuk e shkatërroi dot Tiranë apo Durrësin. Në kuptimin filloi, por nuk e arriti dot. Filloi me ato OFL-n, nëse ju kujtohet. Forca e ligjit, jo merrte shtëpiat me forcë shqiptarëve në emër djoja luftës kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar. Arriti shumë pak që të shkatërrojë dhe kërkojnë të vënë një qeverisje teknike që ajo pasaj të shkatërrojë gjithë shtëpiat e Enverit, pra të mbylli tranzicioni. Me mbylli tranzicioni, ta nuk kuptojnë eliminimin komplet të elementit komunist, pra të çdo gjë komuniste, siç thoshte dikur ai Gramos Pashko, të zhdukim çdo gjë komuniste, këta duan ta kompletojnë, pra të fshihin gjitha shtëpitë që kanë ndërtuar në kohën e socializmit, pra gjithë pallatet dhe rreth gradacellave sigurisht krijojnë ambiente të gjelbra për elitën, për këtë turizmin elitar. Pra kjo po ndodh. Po su larguan qeleshet nga sheshi, të cilët bëjnë këto spektaklet e luftës kundër policisë gjoja, duke ju thonë policëve bashkoni me ne, hiqni kapelet, se ju jeni fëmijët tanë, kujton gjithë hipokrizi kjo, e organizuar prej OIQ-ve, prej kapitalizmit ndërkombëtar, për atyre që ne i quajmë partnerë ndërkombëtar. Ata partnerë ndërkombëtar kërkojnë o t'i japin fuqi Edi Ramës, ta shkatërrojë Tiranën, Durrësin apo Vlorën, ta pastrojë prej shqiptarëve të varfër, po shqiptarët të varfër janë 70%, pra 70% shqiptarëve janë të varfër, ta pastrojë dhe t'i nxjerrin mes rrugës dhe t'ikin ku të duan, pa të largohen nga Shqipëria. Dhe të zvendësohet kjo vetëm me një lloj Dubai, i rrethuar nga gjelbërimi, do shihni ju nëse do vazhdoj kështu, do bëjmë parqe të bukura në Tiranë, por që nuk do futesh dot. S'do hysh dot më në Tiranë. Pra po ndodh një lloj tamam gjenocid si me indianët e Amerikës disa shekuj përpara, që i dëbuan ose i vranë nga aty me fjalë dhe i zvendësuan me të bardhët e Europës, me angleze, kujtun francezë, çfarë vajtën atë kohë. Edhe më vonë gjermane, kujtun. Pra kjo është ajo që unë shoh si të rrezikshme. Qeleshëxhinjt duhet ta lënë sheshin, duhet largohen të zvendësohen nga populli i varfër. Kjo është ajo, se qeleshëxhinjt atje nuk janë populli i varfër, është populli i Sorosit, populli i fondacioneve tuaj, populli i partnerëve ndërkombëtar gjoja dhe na e shesin sigur janë shqiptarë dhe bëjnë të spektakullin e grindjes me policinë, që shpun kanë këta me policinë, hiqni kapelet, bëni këto atje, polici ka thjesht rendin atje. Këta e bëjnë për spektakël, në mënyrë të tillë që të bëjnë gjëra arrestime të këtyre liderëve, lironi çuna thon pas e vën para kryeministrisë dhe thon të njëjta slogane, Hamburg, Hamburg, ta duan që të krijojnë një Tiranë, një Durrës, një Vlorë, gradacellash, të rrethuar me gjelbrim, me parqe të bukura të tjera, me shqiptarë të elitar, me shqiptarë të elitës dhe me turistë elitar, pra turistë kolonialistë, turizëm kolonial, dhe ku njerëzit e varfër o t'i zhytin të krijojnë burgje, sepse ta thon burg gjithkohon, t'i zhysin për burgje, nëse s'duan, ose t'i dëbojnë nga Shqipëria të shkojnë ku duan. Kjo po ndodh.
Pra këto lloj protestash filluan mirë dhe duhet të rikthehen atij ku filluan. Që të rikthehen aty që Leshëxhinjt duhet të largohen. Duhet që Leshëxhinjt të zvendësohen nga populli i vërtet, nga populli i varfër, që të luftojë për një drejtësi sociale, pra që të luftojë që ky kapitalizëm kaq i egër, kaq neoliberist i tmerrshëm, i agronshehajt, sepse kërkojnë të bien kapitalizmin e agronshehajt, të mendoni jo, këtu me të këtyre call centerve që kanë mashtruar ato pensionistë varfër italian. Pra kjo është mundësi e re që sa më shumë pasurohet një grup i vogël njerëzish, aq më shumë sipas tyre do ngjiten edhe të varfrit, po të varfrit do ju shtypet koka, mbajini mend. Të varfrit, po kur them të varfrit janë 70% shqiptarë. Do ju shtypet koka, nëse se zgjohen dhe t'i largojnë dhe Leshëxhinjt nga sheshi, ju thonë Leshëxhinjve zhdukuni se Tirana nuk është e juaj, është dhe e jona, dhe ta marrin dorë ata me Lat Kosturin apo me të tjerë njerëz që janë vërtet nga populli i varfër, jo këta, se këta nuk janë populli i varfër. Këta janë ata që bëjnë spektakle, që duan të rrëzojnë Edi Rama për prujnë qeverisje teknike, që t'ja u marri gjakon fare shqiptarëve. Kjo do ndodhi, ja. Kalofshimi ditë mbar gjithë dhe mirupafshim.